Artistja shqiptare Kletja Kokalari merr pjesë në ekspozitën kolektive Not Third but Infinite. Artistja shqiptare Kletja Kokalari merr pjesë në ekspozitën kolektive Not Third but Infinite të kuruar nga ACG Art Collection në bashkëpunim me Dajla, ku artistë ndërkulturor eksplorojnë temat e zhvendosjes, hibriditetit, identitetit. Ekspozita përfshin poezi, pikturë, qëndisje, vepra në letër dhe instalacione imersive. Në kuadër të ekspozitës u zhvillua një bashkëbisedim mbi avancimin e aksesit demokratik në artin bashkëkohor, drejtuar nga kuratoria dhe shkrimtarja Ane Lelush, e cila trajtoi përfaqësimin e barabartë të artistëve, veçanërisht atyre nga kontekste jo perëndimore. Veprat e zonjës Kokalari dallohen për ndjeshmëri të hollë vizuale, ku element natyror dhe kujtime personale ndërthuren në një gjuhë artistike të pasur dhe identitare, duke ofruar një interpretim subtil dhe të fuqishëm në përvojën e saj gjatë zhvendosjes. Në emër të ambasadës Republikës Shqipërisë në Greqi mori pjesë edhe zonja Joneda Dodaj, diplomate e ngarkuar për çështjet e diasporës.